Gëzuar me Raldo Ziun, që është tiktoker e njohur, është viral në tiktoker dhe në Instagram, e videot e tij me kulturën shqiptaro-greke. Më pëlqen shumë, dhe jo vetëm kaq, kuptohet, nuk është vetëm një influencues. Ai është edhe një punëtor i mirë, është një shef kuzhine në një prej 100 resorteve më të mira të Zvicrës apo të botës, Raldo. Si është? Përshëndetje, Ludmila. Përshëndetje. Përshëndetje. Në 100 resortet më të mirë të botës. 2-3 herë resorti më i mirë në Zvicër edhe vit për vit në listën top 100 e botës. Po, si shkove ti? Ti linde në Lushnjë apo në Greqi? Ti je një fëmijë? Unë linda në Lushnjë, pastaj emigrant si gjithë shqiptarët që moshën 4 vjeç, edhe u rrita në Greqi. Puna në Zvicër doli ma vonë, në moshën 25 vjeça përësisht. Po pse sa vjeç je ti tani? Më falë, se burat pyeten. Po, 31 tashi. Që ke rritur? Po, pjesa i ka në Shqipëria u rrita pak. Do me thënë, kuzhina ishte diçka e mësuar te kuzhina nënës në Lushnjë apo në kuzhinat greke në Greqi? Kuzhinën kisha bërë shkollën në Greqi, 2 vjet në kuzhinë, plus kishim një restorant familjar në Greqi, me prindrit, edhe atje filloj paka shumë, në Samos, ishte një ishull në Greqi. Kishim restorant për për 10 vjete në Greqi, edhe kështu që ishte puna ime kuzhina. Kush gatuante aty? Mami, babi, apo ti? Mami gatuante, mami. Mami gatuante. Po çfarë gjellë është? Me çfarë shikoj? Shumica gjelle greke, tradicionale. Tradicionale greke. Po. Po nga Lushnja, asgjë nuk keni trashëguar ju diçka? Mua gjithmonë më ka pëlqyer kuzhina muzeqare, më ka heq mendjen. Kuzhina muzeqare? Po. Atje banim kuzhinë greke, unë shumica baj kuzhinë mediterrane, kupton pak na gjitha, franceze, italiane, greqishte, lebaneze, i qik në Arabia, po. Edhe shqiptare. Edhe shqiptare. Kishte shqiptar në ishull? Kishte shumë. Besoj në gjithë Greqin ka shumë shqiptar ku do që të vesh. Ska ishull ose ska vend të Greqis mos të gjesh shqiptar ku do që do vesh. Ndërkohë, përveç kuzhinës, kur lindi pasioni TikTokut, apo është ky pasion që na shoqëron të gjithë dhe tashmë, që kur e zbuluar? TikToku lindi afërsisht para një vitve, se më pëlqente të baja video. Më fal, këtu është me mamin, apo? Po, këtu ish me mamin. Atëre, ta shikoj pak të video, nuk e di, më lejon që ti... Πάμε να μαγειρέψουμε. Στο μπολ ρίχνουμε νερό. Μάγια θα σου κάνω. Λίγο μιάλτ. Από μίμηση χρυσού. Σκόνη σιρτάρι. Λίγο κρύπι. Ανακατώνουμε μέχρι να είναι πιο λίγο και από τη μόρι του. Το σκεπάζουμε για να μην κρυώσει. Άστο να διπλασιαστεί. Μόλις η ζύμη κάνει twerk και έχει τρύπες, είναι έτοιμη. Με το χέρι πιάνουμε τη ζύμη, κάνουμε μια μπάλα και την κόβουμε. Ρίχνουμε το μπαλάκι στο τηγάνι και βλέπεις πώς του σπώνει σαν τα μπαλάκια του πρώην σου. Ραγίζουμε τις μπάλες. Δοκιμάζουμε ένα. Sa të mira. Ζηλεύεις, βάζουμε τα λουκουμάκια στο μπόλις. Ρίχνουμε σοκολάτα ειδονής. Και τελειώνουμε λίγο καρυδάκης. Κοίτα εδώ τι φτιάξαμε ρε λουκουμάκι με τσικουλάτα. Ζήμρα, τώρα που έμαθες και εσύ να κάνεις λουκουμάκι ειδονής. Κάνε ένα like. Και ένα follow. Και πάμε να δοκιμάσουμε ρε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Gëzuar. Ka tjetër video, po ma vërë dhe tjetra. Më duke se është me mamin për sëri. Kjo ka bajtë shumë virale, ka bara Jo, kjo është tava jon. Se kemi tona. Σε μια κατσαρόλα Po. βάζουμε αρνάκις. Λίγο νεράκης. Ρίχνουμε λίγο κρύπι. Βγάζουμε τους αφρούς της ζέμρας. Τα αφήνουμε μία μισή ώρα σε αναβρασμό. Σε ένα άλλο κατσαρολάκι βάζουμε ορίζι να μισοβράσει. Παίρνουμε ένα μπολ με κόστη. Και μέσα σπάμε τζάμπα αυγό. Ανακατώνουμε μέχρι να είναι πιο λίγο και από τη μούρη σου. Φωνικό όπλο στη φωτιά. Κιάλπι μέσα. Χώνει σιτάρι μέσα. Ανακατώνουμε. Ζώμο από αρνάκι. Μόλις είναι έτσι. Κάνουμε μέσα τρανσπόρτο Kush po të κόφτη. shëron si Λίγο zë? κρύπι. Λίγο τρίβουμε πιπέρι. Σαν να Farë ανακατώνουμε. po njoj videon, Ζηλεύεις, Παίρνουμε ένα transparent bowl. Ρίχνουμε το αρνίς μέσα. Περιχύνουμε όλη την κρέμα πάνω στο κρέας. Ρίχνουμε και το ρύζι που ξέχασα. Το χώνουμε όλο στο φούρνο. Κοίτα εδώ τι φτιάξαμε ρε. Ταυκόσι. Ζέμρα, τώρα που έμαθες και εσύ να κάνεις ταυκόσι. Κάνε ένα like και ένα follow. Και πάμε να δοκιμάσουμε ρε. Të lumshin duart, edhe mendja që e shet kaq bukur këtë punën tënde.
Po, ishte edhe videot me recetat shqiptare shkojnë shumë virale në Greqi. Mase se edhe ata duan mësojnë recetat ose tradicionin tonë në kuzhinë, po bajnë shumë klikime, ishte vërteta. Kanë shumë klikime kur kemi gatime shqiptare, për shumë tava e kosit? Duket në Instagram ka 600, afër 700.000 klikime, edhe shumë në TikTok afër 2 milion klikime. Si që duket e pëlqejnë shumë gatimen, jo, në fakt, tava e kosit është shqiptare, se ne në përgjithësi themi greke, turke, po i ndajmë, i kemi shumë gjërat përbashkëta, po tava e kosit është jona, në dienin time është tava e Elbasanit. Ishte dhe më duket që shumica e grekëve nuk kanë vizituar Shqipërinë ose s'kan në një ide qa hahet ose qysh i Shqipëria, dhe kur bëjmë video me ushqimin shqiptar ishte edhe për ata një gjë e re, edhe shikojnë, du të mësojnë qa kemi si kuzhinë. Ju e gatuani këtë, e gatuani dikur në restorant tuajnë? Po, e kemi barë, po. Po tani në Zvicër, fut në një gjë shqiptare? Jo, tani këtu jo, këtu kemi kuzhina ndryshme. Resorti ka 7 restoranta kemi kuzhinë mediterrane, kupton, bajmë ca gjëra në mediterranet, kemi në Azia, steakhouse, kështu që ka gjërat ndryshme. Shqiptare s'ka. Shqiptare s'ka. Nuk kemi futur ende. Ende, po, ende. Shpresojmë një ditë jetë shumë e famshme kuzhina shqiptare, kështu që bajmë në receta në për botën. Ty si të duket, dhe fakt, të pëlqen ty kuzhina shqiptare? Apo shërënd? Nuk ishe rënd, besoj për Balkanet edhe për Mediterranet paka shumë edhe kuzhina turke ose greke ose në Arabia paka shumë njëta dje hajmë, nuk ishe rënd. Besoj ma shumë turista do vinë në Shqipëri, do mësojnë kuzhinën tonë, ashtu do përhapet edhe kuzhina, edhe me pak marketing në Shqipëria.